kanë qujt kriminele, më kanë thonë nuk je qika jone se zgjidh një shka. Më kanë re, më kanë pështy, më kanë gjujt me gur, ditën që më largu prej pragut babës. Krimi jam ke që u dashurova me një serb, e krim halama i madh ke që u martova me ta. Për familjen tem jam kriminele, e për Kosovën jam tradhtare. Nëse është krim me u dashuru, me kriju familje me një serb, atëhere po, unë kom ba një krim. Nëse isha martu me një Kosovar, isha ka në nderume, po zemra nuk ka zgjedh. I një shpesh që më malkojnë më thojnë dreqit hangët, që po flerë në shtrat me një shka. Po kush është krimi jam, se hala së kum kuptu. Ndryshe prej shumë qikave në Kosovë, unë nuk jam martu me mësit. Unë martova me dashni. Në vitin 1998, kur nisi lufta në Kosovë, unë jam kanë 13 vjetë. Burri në atë kohë kanë 18 vjetë. Ajo kanë në Serbi, e kanë thirë në luftë, se e ka mush moshën, por nuk ka ardhë asë njëherë në Kosovë, për që ata nuk e kuptoj gjithë qatë urejtje për burrin temë. Qëfar faj ka i që bashkat dhetarit e ti kanë vra, kanë përdhënu, e kanë bo gjenocid në Kosovë. Asnjë, e ashtë më tepër me më thonë mu tradhtare, e qëfar do lloj sani. Menojnë se unë kam përjetu luftën njësoj si Kosovarë tjerë, njëjtë e kam përjetu, njëjtë e kam vujt. Jëm kanë 13 vjetë, e ma i men çdo sen. Për që ata sot përdu me kallëzu që e kam provu njëjtë ndjenjën si populli i Kosovës presionin serb. Ama shumë serb të tjerë s'kan faj, për që ato sene që na kanë ndodhur neve. Ditën që serb janë ardhur në Kosovë, burri jam u kanë në Serbi, tu i njeh zhvillimet nga televizori, si shumë serb tjerë, s'ka pas lidhje. Na jena mirë, po me thonë, jena kanë ma mirë, se mu s'm kanë bo hajt nga shtëpia. Na jena kanë 5 fëmijë, 3 motra e 2 vllazën. Vllai i madh kur ka nis lufta o ka 19 vjet. Manej motra 16 vjet, edhe vllai tjetër 15 vjet. Unë e motra e vogël nga 8 vjet. Shëgjur prej Zotit, as një prej neve nuk e ka hup jetën në luftë. Vllai i madh ju bashku qëkës, bashkë me babën, ndërsa një gratë e shpis me vllaun tjetër na nisëm për në Kuks. Aty kena nejtë një familje shqiptare. Nuk kena flajt kur, jena tut për vllaun edhe babën. Çdo ditë u kanë të merë për neve, edhe pse na kanë me fat që na largu prej Kosovës ditët e para, shoqet e mia nuk e kanë pas atë fat. Disa prej tyne janë vra, e janë përdhunu. Edhe familja jam janë vra, djali i tezës, axhi jam, që ka luftu bashkë me babën, u ra dëshmor. Lufta nuk u ka një letë për kërkan, ama u dasht me jetës për para, u dasht me jetu. Deri para se me taku burin tem, unë jëm rrit me ndjenjën e urrejtjes ndaj serbit. Nuk isha faj, ata nuk kanë vetë, kanë vra fëmi, kanë përdhunu gra, kanë dasht me i marë krejt shpit, e kanë kallë çdo sen që ju ka dalë për para. Urrejtja për ta për neve u ka normale, po ditën që e takova burin, e kuptova që i kisha gabim këtë urrejtje. Nuk duhet me urrejt gjithkënd që ka lindë në Serbi. E këtë sen, ma ka mësu dashnia. Dashnia shërën çdo plagë, e që ashtu më ka ndodhë dhe mu. U ka në viti 2005, vite shumë të vështira pas luftës. Në hala se kishë marrë pavarësin. Na u ka dok shumë largë, edhe pse në media u folë për pavarësinë e Kosovës. U ka në 8 mars, e maj men shumë mirë si datë, so pa të bo një skandal i madh në Kosovë. U ka në dita kur Ramush Haradinaj ka dhënë ndërheqje nga posti kryeministrit dhe ka paralajmu me u dërzu në gjykatën e Hagës. Po njëkohësisht, u ka në edhe 8 marsi, festa e grus. Unë atë kohë jam ka 20 vjetë, jam ka në vitin e 2 në fakultet. E atë ditë e kena lanë me dalë me shoqet dhe me festu 8 marsin. A ditë e kishim lanë me ulmë për drekte e parku i Gërmis, veç vajza. Kur shkum, nuk ish pas shumë njerëz, ishin kanë pak tavolina të zënta. Mes tyne edhe një tavolinë me 5 veta. Njëherë u dokshin si familje, po ma vonë e mora vesh që ishin kanë për një takim pune.
nuk ishin lidhje gjaku mes veti. Njëri prej tyre shka një djalë shumë i mirë, zëshkan, më tërheku shumë. Mron sy me një herë. Si hina e këshyrëm njëri tjetrin. Muj me thonë që u kanë dashurin shikim parë. Për njeve u kanë dashurin shikim parë. Sot që e kujtojmë të dy, e kena pas ndjenjen një njëjtë. Trupi na u ka dridh prej ndjenjave e se kena kuptu nga na ka ardhë. Sa isha me shoqe, unë me ato u këqyshëm me zveti her pas here. E kuptova që edhe unë ati po i pëlqej. Jena kom pak largë me tavolina, nuk e nisha për çka po flasin, po se kom di që së shqiptar, ose ma sakt kosovar. Prej gjesteve nuk u doke. Një moment ku shkova në banjë, jo se mu shkojke, po dojsha me dit apo vjen mas meje, se e kisha gjithë drejken që pritësha na i gjest, anaj sinjal prej ti, po njëherë kur gjo. Për që ta u qova dhe shkova në banjo. Edhe që ashtu qyshe me nova, a jerdë mas meje. Tu i la durt, e pash prej pasqyrës që jerdë mas meje. Folke shqip, po folke shumë keq, jo rjedhë shumë. Me nova që është mërkimtar, si që ashtu dhe mu prezentu. Ajo tu të keme kallëzhu që është serb. Ma dha numrin e telefonit, keme prefiks serb, po se këshyra shumë. Se dhe më tha që e kam familjen në Preshiv. Fillu ma unë njofë me zveti, me dalë për kafe edhe me fol ma gjatë. A i vike shumë shpesh në Prishtinë, me më taku mu, por edhe me punë se i ka pas do biznesën atë ko. Nuk po du me thonë qka konkretisht. Është okej, besoj. Po, pa problem. Më propozoj edhe u ledhëm. Isha shumë e dashurume me ta. Kemi kalu 3 muj bashk. Po nisa me dyshu për origjinën e ti se fjalit i vishin serbisht. Edhe sa herë veça, ajo arsytojke që jetojmë Preshiv me serbëve. Edhe një ditë vendosëm më kallëzu të vërtetën. I kishim 3 muj bashk, edhe ishim shumë dashurum. Kemi kalu shumë kohë bashk, edhe kena bo plano për të ardhmen. Edhe kur erën të regoj të vërtetën, më tha, jam serb. Më kish rrej se kish pas frikë, se në të vërtet, a i nuk jetoj kem Preshiv, po në Serbi, një qytet shumë afër Preshivës. Gati sa së më ratë fikë kur e mora vesh. Menova që ka ardhë fundi jonë, edhe familje tona nuk kishin me pranu kur. Më vonë e kuptova që familja e ti nuk ishte asë një problem, po familja jame po. A i më kallëzoj se sa shumë më dojke. Erë një dit me nanën e me babën e vetë. Ata nuk folqin shqip, na përkthejke i dashur i jam. Edhe mas më tha që jam serb, vendosa mos me i folë ma, po ndjenjat ishin të forta. Edhe mas i erdhaj me familjen për me lyp dorën, sa i donte më u martu me mu, edhe unë kisha qef me u bo gruja e ti, vendosa me fol me familjen teme një herë. Folja një herë me nanën, ja thash asaj të parës, edhe i luta mos mi kallëzu kërkujt, edhe me një mu që me ja thonë babës bashk, edhe 2 vllaznive, se prej aty në u tutësha qysh kishin me reagu. Nana jeme se priti hiq mirë, i unë zi ftyra. Më kapi për floksh dhe ja nisi me mrej. Vllai vogël e niti, edhe kur erdhë në dhome pa çka ka ndodh, aty e mur vesh edhe ai. E qiti nanën prej dhomës dhe ja nisi me mrej edhe ai. Me shpulla, me shkelma, gati sa s'm lan vend. Në shtëpi u kriju një situatë të mërshme, edhe vllau që ishi martu me kish fëmijë nuk e pranoj. Babi ju e jo? Më morën telefonin, nuk më lanë me shku në shkollë, për 2 javë jëm kanë si e burgosën. Diri sa ja nisa, as me hangër e as me pi. Të dashurin nuk isha qysh me lajmru, edhe psa i kish marrë vesh që diçka kish ndodhë. U mënej ke me ardhë afër shtëpisë, se na shta shena i se, po kur gjo. Vendos as me hangër, as mos me pi. Ma mirë me vdik, se me jetun qatë ferë e larg ti, që e dojsha me gjithë shpirt. Mas i kalun 2 ditë, unë e bana ashtil kur. Vllai madh erdhë në dhomë, edhe më tha, o harro ato, o ki mu kalbë në këtë dhomë. Aty e pash që nuk isha mas një shpresë. Ata nuk më lejshti me dalë për shtëpisë. Veç të dekon, veç mos me dashuru Serbin. Veç me ikë prej shtëpisë, se zgjidhje tjetër s'kisha. Motra e vogël më ndihmoi. Një ditë kanë krejt në përpuna.
Ajo iku ma herët pri shkollës edhe erdhe ma qeli derën. Kom vrapuat shpejt, sa menzi majshin kamt. E kom thirë në telefon dashurin edhe erdhë në kamaraj, edhe këna ikë bashkë në Serbi. Aty jena martu në kish, edhe sot jena të lumtur edhe I kena 2 fëmijë. Në kish? Ti ke qenë krishter? Jo, unë jom kanë muslimane, e kom dru fen, jom kthy në ortodokse. Nuk më ka detyru buri, se shumë kanë thonë që t'ka detyruaj, po jo. A I më ka pranu që shumë kanë, po unë vendosa, mas se kishëm e kanë një familje, kisha qef që dhe fëmijët me linë me besimin ortodoks, kisha qef me kanë të bashkum. U ka një dashni dhe mirë kuptim, që buri ka pas ndaj meje, po dhe ndaj familjes teme. A I kur nuk I ka sha, edhe kur ata e kanë sha e kanë mallku, e kanë kërcenu, a I kur s'm ka bo kundër tyne. Flet me shumë respekt për ta. Për që ta vendosa dhe kur t'martomi me shku në kish, edhe me njek regullat e tyne. Prej që asaj dite, nuk jem taku ma me asnjë të familjes. Babi ka pak vite që ka vdek. Ju qova fjallë për motrën që me shku në varrim, pa ta së m'lan. Edhe vllazni qumë fjallë, që me mbaroz bashkë me babi nëse shkoj në varrim. Kom kajt pris largu që s'mujta me përcjell bile në varrim. Ka shumë gra nga Kosova të martuara me serb? Kemi si me ndonjëra? Ka shumë gra shqiptare të Shqipnisë ma shumë se sa të Kosovës. Të Kosovës ka më pak, po të Shqipnisë janë ma shumë. Sidomos fshatrave të thella. Ka shumë vende që janë shumë larg, atje menzi shkojnë kafsht e le ma njerëzit. Po këto janë ma shumë e mësitni, po edhe për pare. Është e vërtet, serb paguajnë që me I marrë nusët në fshat, edhe ma shumë janë vajzat shqiptare. Për që ata serb nuk dojnë me jetu në fshatra të thella e me u marrë me punë të fshatit, edhe janë detyru me ble gra për me shtu familjen. Po edhe për kra pune, se janë pleq, kush me I nimu. Janë ba dhe do emisione, kjo ndodh kudo. To fshatra janë të izolume, edhe shumë larg qendrës, e normal që ka dhe nuse që s'shkojnë me dëshira atje. Senet mirën vesh, se dhe serb nuk ndryshojnë shumë prej neve, vdesin më marrë me fjallë. Po dihet që me mësitni ose familja e vajzës që bie dakord me 5.000 euro që në qike në këto fshatra. Më ka zënë të dikur vjera që edhe me pak janë pagujt, me 1.000 euro, 2.000 euro. Po ta shkot ka ndryshu, edhe pazari është më I nalt. Serb pagujnë për me marrë nusi shqiptare, po ka dhe familje që janë shumë keq me ekonomi dhe I shesin. Serb nuk kanë problem të jetojnë me shqiptare, edhe të pagujnë bile.